Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 21. Data 21 na mëson shumë gjëra mbi atë çka jemi, atë çka kemi në lidhje me çështjet ekonomike financiare, me një takim mjaft të rëndësishëm që do të bëhet për ditën e sotme, sepse kjo ditë e martë është një ditë që vërtet mund të jetë një ditë e rëndësishme për disa është e lodhshme sepse ndikohen shumë, por data 21 na ndihmon jashmase sepse sot Jupiteri në Luan që formon një gjashtkëndsh me Uranin në Binjak. Kur kemi gjashtkëndsh dhe trekëndsh është shumë mirë për arsye të punës dhe të karrierës. Dhe mund kemi dhe mundësi të papritura, ide të reja, kontakte dhe udhëtime, komunikimi, projekte online, promovime dhe hapje të reja. Ky kënd sjell energji mjaft pozitive dhe jo vetëm kaq, por Jupiteri në Luan kërkon zgjerim, sukses në dukje dhe jo vetëm, ndërsa Urani në Binjak si lajme të papritura, mendimin e shpejt, zgjidhje moderne dhe kontakte që mund t'ju hapin rrugë të reja. Është një ditë shumë e mirë për të parë me një mundësi që nuk është planifikuar ose për të parë diçka që nuk e keni vënë në vijë akoma dhe mund ta rregulloni për ditën e sotme. Një ndryshim më i madh që bën se ka të bëjë shumë për të mbyllur çështjet e vjetra, unë kam thënë gjithmonë kur e them diçka të tillë, dhe kjo ndikon shumë pozitivisht të shenjës së zjarrit dhe të shenjës së ajrit. Shenjës së zjarrit që janë luanët, dashi, shikjetari, 10 ditë të parë, si dhe binjakët, peshorja, ujori të 10 ditë të parë. Këto janë shenjë që mund të marrin lajme në frymëzim, një mundësi me kontakte me hapje profesionale, një ide krijuese, një mundësi që promovimi ose zhvillimi të papritur që çon përpara. Në mënyrën më sfiduese, kemi Demin, Akrepi dhe Ujori, duhet të jenë më të kujdesshëm në teprime, sepse Plutoni në Ujor vazhdon të krijojë një sfond intensiv në mundësi për menaxhim dhe vetëdikim. Vendikim do të thotë që po, e bëj vetë sepse e kam fajin vetë, e bëj vetë. E bëra gabim, por do të pasur kujdes to. Dita është shumë e mirë për promovime dhe çështje që kanë bëjë me biznesin, reklama, prezantime publike, teknologjie, projekte të ndryshme, edhe udhëtime, kontakte me njerëz të rinj, takime profesionale dhe shumë gjëra të tjera që ka të bëjnë për sa përket kësaj dite. Në dashuri këndët që mund të sjellin njohje të papritura, komunikime dhe jo vetëm është një moment mjaft i mirë. Por këshilla për ditën e sotme është, sot një mundësi mund të vi nga një drejtim i papritur, mos e refuzoni vetëm sepse nuk ishte në plan, por as mos e pranoni pa llogari. Pra shikojeni se si funksionon. Astrologjia është një mjaft ndikues ose sfidues për shumë njerëz edhe të kuptojnë arsyen sepse dhe se si veprojnë planetet. Pra planetet janë ata që na udhëzojnë dhe na japin drejtimin e duhur dhe nuk janë letrat e bigjozit. Pra do të pasur shumë kujdes në këtë aspekt. Apo nxjerrin letra dhe thua është tash djami ku di unë. Nuk ka lidhje me realitetin. Atëherë, tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë, por për ju që interesoni parashimet e tajuara, atëherë keni